Ky është vendi ku jetoj. Faktikisht jo këtu. Unë ende më ndej këtej gjatë gjithë kohës, duke takuar shumë miq dhe duke kontrolluar situatën. Kam vite e vite që e bëj këtë gjë, edhe siç mund ta shihni, nuk jam vetëm në këtë vend. Ndonjëherë këtu ka shumë dyndje. Oqeani është banesa e një larmie të madhe speciesh detare. Gjyshi im thoshte gjithmonë, edhe dhe vetë në Sahara, edhe dhite malit lart në Alpe, janë krijesat oqeanit, pasi edhe ato varen nga ai për të mbjetuar. Pa oqean të shëndetshëm, asnjë jetë, madje as në tokë, nuk do të ekzistonte. Ai e thoshte këtë sa herë që ishte i mërzitur, me mënyrën se si njerëzit po e trajtonin shtëpinë tonë. Tani që jam më i rritur, por edhe më i zgjuar, po filloj ta kuptoj se çdonte të thoshte me ato fjalë. Dhe ai djaloshi I pashëm atje tej, jam unë. Nëse doni që të vini pas meje, atëre do t'u tregoj vendin këtu rrotull. Nëse vini nga territore pa det, atëre takimi juaj I parë me oqeanin është I paharrueshëm. Dhe nëse keni udhëtuar ndonjëherë në oqean, pafundësia, fuqia dhe qetësia e tij janë të parezistueshme. Por vetëm pasi t'jeni zhytur poshtë të dallgëve, mrekullia dhe bukuria e tij shpaloset plotësisht. Bota e çuditërave të oqeanit. Këtu dhe kudo nëpër tropik, ndodhet zemra e oqeanit. Shkëmbinj koralor. Unë mund t'i marr me radhë, dhe t'ju rrëfej për secilën nga 800 specit e njohura të koraleve, që ndërtojnë shkëmbinj koralor, kur çdo njëri nga koralet është një koloni e vogël e jetës detare. Apo t'ju flas për larminë e formave dhe për masave të tyre. Mund t'ju them se edhe një tryezë e vogël koralore, si kjo këtu, është banese e rreth 300.000 krijesave. Por nuk do t'ju flas për këtë. Do t'ishte diçka pa interes dhe e mërzitshme. Tani duhet t'ju bëj një pyetje. Çfarë është për ju një koral? Bim apo shkëmb? Kjo është nga ato pyetjet me kleçk. Në fakt nuk është asnjë nga këto. Ai është një kafshë. Imagjinoni mira e mira krijesa të vogla të grumbulluara së bashku, të cilat kanë të njëjtin skelet të krijuar nga guri gëlqëror. Ja çfarë është një shkëmb koralor. Skelet të ndërtuar mbi njëri tjetrin, derisa krijohen struktura të mëdha, herëherë edhe gjigante, si ky këtu, shkëmbi I madh koralor në Australi, I cili është aq I madh
sa mund të shihet edhe nga hapësira. Të paktën, kështu më kanë thënë, nuk është se unë kam qenë ndonjëherë. Ashtu si unë edhe koralet janë krijesa të ndjeshme. Ato lulëzojnë në ujëra të kthjellta dhe të ngrohta, nga ku depërton drita e diellit. Koralet janë mjaft delikate dhe rriten shumë ngadalë. Kështu nëse një copës shkëputet nga një degë e këtij korali, si brirët e një dreri, do të duhen shumë vite që aty të rritet një degë e re. Dhe bëni mirë të mendoni për këtë herën tjetër, që do të përpiqeni të këpusni ndonjë copë si suvenir. Koralet e mëdha poroze mund të jetojnë përgjithmonë. Ky këtu është 500 vjeçar. Gjyshim ka treguar se familja jon ka notuar për shekuj në përshkëmbinj koralor, mbi 100 milion vite, faktikisht. Struktura komplekse e shkëmbit koralor tërheq shumë specie. Ka mbi 4500 lloje peshqish në shkëmbin koralor. Për ta shkëmbi është shtëpia dhe këndi i tyre i lojrave. Por ai është gjithashtu edhe fush betej. Ka peshq, kureshtar dhe ndatsak si brenda, ashtu edhe rreth e rrotull shkëmbit koralor. Këta janë pompano, të sjellshëm gjatë ditës, por grabitqar gjatë natës. Me ngjyrat e shndritshme dhe nofullat si sqep, nuk është çudi që quhen peshqit papagall. I ashtu quajturi Buzoçi giganti Napoleonit është një personazh i mrekullueshëm. Me një peshë maksimale prej 181 kg, ai është përherë kureshtar dhe gjithmonë në kërkim të vaktit të radhës. Peshku i mbufatur, po aq notar i shpejt sa edhe kushëriri i migjor Quincy, është i mbrojtur nga një shtres helmuese mishi. Siç duket edhe nga emri që kanë, këta peshq mund ta mbushin trupin plot me ujë nëse ndihen të kërcënuar. Ata bëhen më të mëdhenj dhe kanë një pamje të frikshme, dhe nuk është dhe aq e lehtë ti mbash mes snofullave. Shikojini nga afër. Edhe pak më nga afër.
Arrini ta dalloni peshkun trombë mes këtyre koraleve në formë telash? Shipwrecks like this one in the Bahamas are mighty popular down here. Anijet e mbytura si kjo këtu në Bahamas janë shumë të famshme. Në shumë këndvështrime, ato ngjasojnë me strukturën komplekse të shkëmbinjve koralor dhe shndrojnë habitat të specieve detare. Këtu peshqit mund të pushojnë, të fshihen apo të presin teksa i zënë prit njëri tjetrit. Ky peshkëngjëll me ngjyra teje të bukura, bashkë me 2 peshq flutur, janë transferuar këtu dhe kanë ndërtuar shtëpinë e tyre mes koraleve në formë rashke, të cilat po rriten në rrënojat e anijes. Me një larmi kaq të madhe speciesh, konkurenca për hapësirë dhe ushqim mund të jetë shumë e ashpër. Luftë dhe notë dhe luftë. Por situata nuk është asnjëherë e mërzitshme. Aleancat më të çuditshme janë krijuar mes specieve me qëllim që të mbietojnë. Anemonët e detit janë kafshë që jetojnë të ngjitura në shkëmbinj koralor. Ato kapin peshqit e vegjël dhe i vrasin me tentakulet e tyre djegëse. Peshku klon është një tinzar i vogël, që ka shpikur një teknik që arrin t'i mashtrojë anemonat dhe mund të lëviz lirshëm mes tentakuleve. Anemonat gjigante mund të shndrohen në strehan e tyre të sigurt. Siç edhe mund ta dini, unë nuk mund të rri gjithmonë në thellësitë e detit. Her pas here duhet të dal në sipërfaqe për të marrë pak ajër, pikërisht si krijesa me cilën do të njiheni në vijim. Delfini. Në fakt ata kanë disa tipare të ngjashme me ne. Breshkat. Inteligjencën, bukurinë, stilin dhe hijeshin. Dakor, le të themi që lëvizin disi më shpejt se ne. Delfinët i kanë magjepsur njerëzit që kur nuk mbahet mend. Një takim me ta është gjithmonë një moment i magjishëm, që nuk e harron kurrë. Sa herë t'i jepet shansi të prekësh me dorë një delfin të egër. Kështu që, forca, provojeni. Po mburret duke kërcyer. Më kujton veten kur isha i ri. Tani të kthehemi te gjyshimi, i cili thoshte se edhe devet ishin krijesa detare.
I pëlqenin shumë metaforat. Ai krahasonte ujërat e pafundme të oqeanit me rërën e pafundme të shkretëtirës dhe shkëmbin koralor me një oazë. Këta shkëmbinj koralor janë parajsat ku gëlon bota në ujore, edhe të gjitha speciet e ndryshme mbështeten te njëra tjetra për të mbijetuar. Tufa gjigante krapësht të verdh harlisen nëpër korale. Më lejoni t'ju prezantoj këtë balet të mrekullueshëm që miqtë e mi kanë përgatitur për ju. Një tufë me breshka nuk do t'i detyronit kur të bënin diçka të tillë, por është tërheqëse. Apo jo? Faleminderit miq. Shihemi më vonë. Thank you, my friends. See you later. Tani, që të themi të drejtën, askujt nuk I pëlqen të jetë dreka e dikujt, por këtu poshtë, ne jemi tepër realist për vendin që zëm në zinxhirin ushqimor. Ti ushqehesh, por shërben edhe si ushqim. Kështu e ka kjo punë. Këto rafshina mund të duken të djera për ju, por pikërisht nën sipërfaqe jetojnë molusqe dhe krimba të vegjël të panumërt. Dhe çdo krijesë që nuk vuan nga oreksi dhe që ka teknikën e duhur, e di që ata ndodhen këtu. Raxhat janë eksperte për të gjetur dhe për të gërmuar gjaun e tyre në rër. Ato e kanë gojën poshtë të trupit, ndërsa syt në maj. Mua më duket pak e çuditshme kjo gjë. Por padyshim që kanë edhe nofullat fuqishme. Jo aq të fuqishme sa të mijat, por të afta për të shtypur edhe zhguallin më të fortë. Dhe si gjithmonë, asgjë nuk shkon në dëm. Peshqit e vegjël kënaqen me çikërimat që kanë lënë të mëdhenjt.
Kur mendoj për jetën në një shkëm koralor, më vinë ndërmend dy gjëra, bollëku dhe larmia e jashtëzakonshme. Këta janë peshqit kirurg. Ata ushqen me algat që rriten nëpër shkëmbinj. Këta peshq ndihen të sigurt kur janë të shumtë në numër dhe i hutojnë peshqit grabitqar kur udhëtojnë të gjithë tokë. Në njerë edhe këtu ka shumë trafik, por unë se kam problem të pres. Bilbilët symëdhenj të ujit janë një tjetër specie peshqish të shoqërushëm, të paktën gjatë ditës. Gjatë natës, tufat e mëdha shpërndahen dhe secili peshk duhet ta gjejë vetë darkën. Megjithse barakudat rrezatojnë elegancë dhe rrezik, përveç rastit kur provokohen, nuk janë të rrezikshme për njerëzit. Me rënien e natës, një qetësi e çuditshme ka plonë shkëmbinjt koralor dhe një koleksion i ri speciesh del në pah. Shumë krijesa e filtrojnë ujin në kërkim të ushqimit, si këta yjet deti me pupla. Edhe vetë koralet zgjasin tentakulat për të kapur zooplanktone. Tunikatat filtrojnë ujin në kërkim të ushqimit. Peshqit e vegjël tërhiqen në labirintet delikate të degëve të koraleve. Gjatë natës, këta peshq tromb preferojnë strehën e krijuar nga dora e njeriut, që ofrohet nga rënojat e anijes së mbytur. This pufferfish doesn't look too happy about our late night intrusion. Ky peshk i mbufatur nuk duket dhe aq i kënaqur me vizitën tonë në këtë orë të vonë.
Ja ku është një nga krijesat që më bën gjithmonë të zhys kokën në shkuall. Një nga krijesat më vdekjepruese. Gjarpri i ujit. Leta ndjekim në thellësi, aty ku ngjyrat fillojnë të veniten. Ai lëviz nëpër ujë si një shirit vdekjeprurës, me një helm aq të fuqishëm sa mjafton vetëm një pickuar dhe je i vdekur brenda pak sekondave. Unë them të pres këtu një herë. Këtu jeni të gjithë, shumë mirë. Për fatin tuaj të mirë, duket se gjarprit të detit i pëlqen ushqimi i detit. Ata rrallëherë i sulmojnë njerëzit. Këtu ndodhet një nga grabitjarët më të rrezikshëm që mund të gjendet në një shkëm koralor, kerni i patateve. Disa kern arrin për masa vërtet mbreslënse, me ngjatësi mbi 2 metra e gjysmë dhe peshë mbi 270 kg. Ata nuk lën vakt pa ngrënë. Më të mëdhenjt hanë për darkë edhe peshkaqen të vegjël. Dhe fatkeqësisht edhe breshka të sapolindura. Po, Quincy Joe kaloi ditën e fundit të jetës si vaktin e një kerni. Kur dy kern takohen për të ndeshur apo për të joshur, sheh rituale të ndorlikuara. Është e vështirë për të besuar dhe për të pranuar, por krijesa më e hijshme e oqeanit nuk është breshka e ujit. Ajo është raxha shqiponjë. Teksa këta gjigant të ëmbël rrshqasin me të gjithë madhështinë e adasheve të tyre fluturuese, e ke të lehtë të harrosh se po sheh një peshk poshtë valve dhe jo një shqiponjë lart mbi re. Hapja e krave të tyre mund të arrijë deri në 2 metra e gjysmë. Madje edhe në ujërat e turbullta, raxha shqiponjë ka një bukuri pishtnuese. Një takim qoftë edhe me një prej tyre është gjithmonë një çast i privilegjuar.
Ndonjëherë do doja shumë të kisha edhe unë krahas si të tyret. Megjithatë, ndihem për mrekulli, kështu siç jam. Duke u zhytur akoma më thellë, do takoni të fshehur mes koraleve një nga grabitqarët më të fuqishëm. Peshkaqeni është një ndër banorët më të lashtë të oqeanit dhe për mua edhe një nga më të frikshmit. Kështu që nëse nuk ju vjen keq, unë pori këtu, ndërkohë që ju i hidhni një sy. 350 milion vite evolucion i kanë shndruar në grabitqar të përkryer. Qindra prej tyre mund të strehohen në një shkëm koralor të shëndetshëm, një kafshë shpejt, trime, e lëmuar dhe shkathët, të cilën mua më pëlqen ta shikoj nga larg, sepse gjatë kohës së ushqimit, ata sillen sikur kanë leje për të vrarë. Dhe besoj se e kanë. Nëse nuk provokohen, peshkaqenët rrallëherë sulmojnë njerëzit. E megjithatë njerëzit e kanë shkatëruar popullatën e peshkaqenëve, duke vrarë me miliona prej tyre çdo vit. Peshkaqenët i hasë rrallë tani në pjesën më të madhe të shkëmbimeve koralor. Sot shkëmbinjtë koralor përballen me një tjetër realitet të zymt. Ato rrezikojnë të zhduken. Kur një shkëmb koralor vdes, të gjitha speciet që jetojnë në të dhe rrotull tij zhduken gjithashtu. Duke qenë se 1/4 e jetës detare varet në një farë mënyrë nga shkëmbinjtë koralor për të mbjetuar, imagjinoni se çfarë pasojash ka kjo gjë. Shëndeti i planetit ton varet nga shëndeti i oqeaneve të tij. Kur oqeanet sëmuren dhe zhduken, mirëqenia e tokës është në rrezik. Kur isha i ri, vizitoja këta shkëmbinj koralor çdo vit, një vend që gëlonte nga jeta dhe gjallëria, ndërsa sot ky shkëmb koralor është i vdekur. Ktu nuk ka më jetë. Ujërat e zeza, mbetjet industriale, ndotja, praktikat shkatëruese të peshkimit, turizmi i pakujdesshëm, e madje edhe shpyllëzimi janë disa nga elementët e dorës së njerëzit që kërcënojnë shëndetin e shkëmbinjve koralor. Përveç këtyre, konsumi masiv i energjisë nga ana e njerëzve po ndryshon klimën e planetit dhe po ngroh oqeanet. Dhe një nga viktimat e heshtura janë koralet. Nëse veprimtaria e njerëzit vazhdon me të njëjtin ritëm, shumica e shkëmbinjve koralor të botës do të jenë zhdukur brenda 50 vitesh. Problemi është i qartë dhe shumë prej zgjidhjeve tashmë dihen. Njeriu i kohëve moderne duhet të shndrohet nga kërcënues në mbrojtës.
Në të gjithë globin, shumë organizata, si Programi i Shteteve të Bashkuara për Mjedisin dhe Fondi Botëror për Natyrën, po punojnë shumë për të përmirësuar shëndetin e oqeaneve tona. Së bashku, ju mund të siguroni një të ardhme më premtuese për shkëmbin koralor dhe miliona krijesa të tjera që jetojnë në ujë. Për të mirën tuaj dhe të brezave të ardhshëm, ju lutem, kontribuoni për shpëtimin e shkëmbimeve koralor dhe ruajtjen e kësaj bote të mahniqshme oqeanike.